Shkencëtarët zbulojnë një pajisje GPS 97 milion vjeçare që drejtonte kafshët prehistorike. Studiuesit kanë zbuluar atë që duhet të jetë prova më e vjetër e njohur e një sistemi të brendshëm navigimi tek një kafshë, një zbulim që mund të ndihmojë në shpjegimin se si zogjt dhe peshqit modern zhvilluan aftësinë për të udhëtuar në distanca të gjata duke shfrytëzuar fushën magnetike të tokës. Zbulimi bazohet në fosile të vogla magnetike që datojnë afërsisht 97 milion vjet më parë të ruajtura në sedimentet e lashta të shtratit të detit, raporton Skitech Daily. Këto fosilet më të vogla se qelizat bakteriale kanë forma dalluese që kujtojnë majat e shtizave, boshtat, plumbat e armëve dhe gjilpërat, ndërsa shkencëtarët janë të sigurt se ato janë struktura biologjike. Ata nuk kanë qenë në gjendje të përcaktojnë se çfarë lloj kafshe i krijoi ato ose cili ishte qëllimi i tyre origjinal. Megjithatë, analizat e reja po zgjidhin një pjesë të misterit. Magnetofosile ka të ngjarë të kenë funksionuar si GPS i brendshëm duke u lejuar kafshëve të hershme të zbulonin dhe interpretonin fushën magnetike të tokës si një udhëzues për lëvizjet dhe orientimin e tyre. Për të arritur në këtë përfundim, studiuesit nga Universiteti Cambridge dhe qendra Helmholtz për kërkime në Berlin krijuan imazhin e para 3-dimensional të strukturës së brendshme magnetike të fosileve. Imazhet zbuluan një rregullim kompleks të momenteve magnetike duke formuar një lloj vorbulle rreth një boshti qendror brenda fosilit. Kjo vorbull është ideale për lundrim pasi reagon për lëkundje delikate ndaj ndryshimeve të vogla në fushën magnetike, sipas profesor Rich Harrison të Departamentit Gjeoshkencave në Cambridge. Kjo strukturë mund të ofrojë informacion si mbi gjerësinë gjeografike përmes pjerrësisë së fushës magnetike, ashtu edhe mbi gjatësinë gjeografike përmes ndryshimit në forcën e saj. Gjetjet ofrojnë provat e para të drejtë për drejta se kafshët përdorën fushën magnetike të tokës për të lundruar qenokretas dhe kontribuojnë në kuptimin e evolucionit të magnetoceptimit, një nga shqisat më misterioze të natyrës. Sot zogjt, peshqit dhe insektet mbështeten në të për migrimet e tyre, por mekanizmi sakt mbetet i paqartë. Sa i përket krijesës që krijoi këto magnetofoza, hulumtimi i ri botuar u ngushton kërkimin në një kafshë detare migratore mjaftueshëm të zakonshme për të lënë fosile të bollshme. Kandidatët e mundshëm përfshin ngjala të cilat u shfaqen afërsisht në të njëjtën kohë dhe mbetën ndër kafshët më enigmatike të oqeanit, shkruan BBC.